këta janë gjendje me mlidh kabinetin qeverisë nesër dhe me refuzu njohjen nga Kenia pse e ka pru Begjet Pacu. Nuk pe di pse pe diskutoni atë njohje. Ai nuk është në far shteti që koron si të modhe. Po koron si se na ka marrë fondi për njohje se çfarë banorët se zgjabojnë. Izraeli ka marrë fondi. Çka të mëna? Çka të mëna? Në Kenia, shumë kohë. Është një shtet mjaft interesant. 40-50 milion banor nëse nuk gaboj. Edhe që ajo shoqata aty në biznesmenëve kanë ndikuar njerëzakonisht shumë për me lobim njohje. Se Serbia ka bërë lobim të jashtëzakonshëm për mos na njoh Kenia. E vërtetë është. Atë njohje ka kry Boci Begjet. Solon e E përmenda që nuk ka rëndësi dhe kvaliteti është e rëndësishme njohja, por këta kanë unë kam dëshirë që është punë merite Begjet Pacullit. Po, unë kam dëshirë që të gjithë të marrin përgjegjësinë të cilën e kemi, nëse qytetarët e Republikës Kosovës mendojnë dhe vlerësojnë që të japin votat një partie politike, do të thotë ne kemi dështuar, të gjithë ne çdo që jemi, që nëse thomi që kanë gabuar, që kanë votuar një parti politike, do të ne kemi dështuar që të tregojmë qytetarëve të Republikës Kosovës se shikoj që kjo është mirë ose kjo keq. Do të jemi në këtë drejtim të kujdesshëm, po do të thonë që të gjithë jemi një farë bashkëpajtor në këtë situatë dhe mund të shprehim pakënaqësinë tonë për veprime apo mos veprime të cilat e kemi bërë që në këtë situatë ku jemi, pse jemi në këtë situatë. Jo, ata që kanë dhënë votën. Ata që kanë dhënë votën fajtor. Rrit koz analist. Na që kemi votën si fajtor. Nëse këna dha, me bojë gore me shtet. Bilenaj këna fyrë. Jo, ne do të kuptojmë. Qurtini ka një shprehje shumë të mirë. Thot, demokracia thotë ka një shumë të keqe, që në emër të shumicës mund të merrni vendime budallme. Prandaj shumica po gabon, duke votuar një person për inteligjent, ai del që është një ignorant i skajsh. Albin Kurti ka thënë që është ignorant i skajsh. Më lejoni të mos pajtohem, është dështim i të gjitha partive të tjera, së bashku me neve që kena, po them, kushtimisht, mendim të kundërt. Është të gjitha ata të cilët kanë mendim tjetër, është dështim sepse nuk është arritur të transmetohet ideja e qartë që për të mirën e Kosovës është të votohet kjo apo ai person. Jo, publiki i kanë dalë ofertat me aliru rrymën ka mos. Nuk mund të akuzosh popullin në këtë drejtim. Duhet të jemi të sinqertë. Populli është fajtor.